Për këtë arsye përmendi një ndodhi me një njeri të devotshëm në kohën e Benu Israilëve. Tregohet se 3 vëllezër e morën rrugën për të shkuar në xhihad, për të luftuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Mirë po ata e kishin në kujdesin e tyre një motër, të cilën nuk dëshironin që ta lejnë vetë, deshin ta lejnë të një njeri besnik që të kujdeset për atë, dhe pyetën në qytet se të cili mundemi ta lejmë në motrën tonë si amanet ta ruaj derisa të kthehemi prej luftës në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Të gjithë e drejtuan te njeriu i devotshëm i aty qyteti. Parandoni vëllezër të motra, njeriu më i devotshëm i aty qyteti, nuk flasin për një njeri të thjesht, nuk flasin për një besimtar i cili bën gjuna, apo një njeri që e ka kaluar tër kohën në adhurim, i quajtur Bersisa. Në atë kohë e ka pas emrin Bersisa. Dhe shkojnë këto vëllezër me motrën e tyre dhe i thuan: duhemi të ta lejmë motrën tonë amanet derisa të kthehemi prej luftës. Spari ky refuzon dhe nuk pranon, nga se e din se vetmia me një grua të huaj, të cilën nuk e ke prej të afërmëve të tua që ndalohet martesa me të, mund të çonë në gjuna të madh, se ka qenë njeri që adhuron Allahun Azza wa Jall. I erë shejtani, djalli i mallkuar, dhe i bën vezvese. I thot: nuk ka asnjë të keqe nëse ti e pranon në shtëpinë tënde, e fut me një dhomë, as nuk ke kontakt me të, as nuk do të flasësh me të, thjesht vetëm ja u bën një shërbim vëllezërit të tu musliman, të cilët e kanë marrë rrugën për me luftu në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ti asnjë farë të keqe nuk ka këtu. Dhe pranon, e fut motrën e tij e tyre me një dhomë dhe sprovën e parë ara prej testi. Se shejtani nuk gutet, ai nuk është mendje lehtë me thënë shko me një herë bë gjunaun e madh. Jo, ai e din se ti nëse je njeri i devotshëm, nëse ke qenë një njeri që deri tash e ka adhuruar Allahun, ai nuk mashtrohet me thonë ti shko bën e gjunaun dyre, nga se e din se ti kur nuk e bën atë gjuna. Ai thot ka dalë ta zbukuron gjunaun. Spari i tha fute me një dhomë, çoja ushqimin te dera, afër derës, trokiti derës dhe largohu me një herë. Ajo e merr ushqimin edhe han ushqimin, kur nuk ke asnjë kontakt, s'ka një të keqe këtu. Pas një kohë, kështu vazhdon. Pas një kohë i thot: ti e ke lënë atë si një kafsh me një dhomë. Vetëm ja çon ushqimin aty, as nuk e pyet a është ushqimi i mirë, a ka nevojë ndoshta për krip pak më shumë, apo për sheqer pak më shumë. Kështu fillon ja zbukuron, thot, nuk ka të keqe nëse e pyet vetëm a është ushqimi në rregull apo duhet edhe diçka. Dhe fillon vezvesja e radhës. Tash kur shkon ja çon ushqimin troket dhe pyet a është ushqimi në rregull. Fillon pra kontakti, një herë shikimi e pa, pastaj fillon kontakti, biseda me të, dhe kështu vazhdon për një kohë. Pastaj vjen shejtani dhe i thot: vllazërit e asaj me siguri janë mbyt në luftë, se u bën një kohë gjatë që nuk kanë kthy. Me siguri kanë rënë, që nuk ka të keqe, thot. Ajo ndoshta tash ndjetes e vetmuar, e friksuar, thot. Nëse hyn, thot, te dhoma asaj, thot, ti flen me një anë veç, ajo flen me një anë veç. Thot, sa mos friksohet natën, se ndoshta ka mundësi që friksohet natën. Normal edhe ajo më mendje lehtë, edhe ky po bjen në sprovat e shejtanit, ka dal, u fut brenda, e pastaj runa zot ra në amoralitet, e pastaj ajo mbeti shtatzan prej amoralitetit. Erdhi shejtani i tha vllazërit e asaj janë duke u kthy prej xhihadi, nuk ka vdek. Tha po nëse don me shpëtu unë prej kësaj gjendjes, nga se unë jam ai shkaktari që ta bona kët, tha mbyte gruan dhe mbyte bashkë me foshnjën në barkë. Pra mendoni vëllezër, tash ra në amoralitet, ra në gjunaun e madh, tash edhe në mbytje, në vrasje, mbyt në 2 shpirtra, pra shikimi në haram, shikimi i parë, pastaj vetmia në haram, e solli, e mbyti gruan dhe e mbyti edhe foshnjën dhe i varrosi jashta shtëpisë. Erdhën vllaznit prej xhihadit, prej luftës, dhe thanë ku është motra jon? Tha ta Allahut jemi dhe ta ai do të kthehemi ndroj jetë. Vllaznit normal duke ditë se ky njeri i besueshëm, besimtar i mirë, siç e kanë lënë në atë kohë, i besuan dhe kthehen në shtëpi. Mirë po, don Allahu Azza wa Jall u çon në ëndër
se ky e ka mbyt motrën tuaj. Kthehen vëllezërit e shtrëngojnë fort dhe e pranon. Dhe kur e marrin për rrugës për ta çutë gjykatësi për me gjyku, vjen shejtani përsëri te ky njeriu ish i devotshëm dhe i thot nëse don me shpëtu, ka mundësi thot on me shpëtu përsëri. Don ta shtije në atë më të thellën vllazni, kufër me nxjerr prej dinit të Allahut azza wa jall, për shkak mos e ky filloi ta lakmon jetën e kësaj bote dhe vetëm të shpëton. I tha shejtani nëse don me shpëtu, duhesh me pranu me madhuru mu si Zot. Po nuk ka nevojë, tha, kur të vje koha që me të varë, ato me të ndëshku, me të mbyt, ti unë do të paraqitem dhe atëherë të shpëtoj, ama ti e ke një kush që atëherës, edhe nëse se thot me gojë, mjafton që ta lëvizish kokën, ta pranojsh kur do të paraqitem unë, që unë jam Zoti jot dhe unë e shpëtoj prej asaj gjendje. Dhe kur e marrin për me e mbyt, me e nxjerr para gjithë popullit me e pa dënimin e tij, i paraqitet këtij shejtani dhe i thot nëse don me shpëtu, siç e keni bë marrëveshjen. Thot po s'ka nevojë ta thuash me gojë që s'ka Zot, që mu merr si Zot, po vetëm lëvizë kokën se te Allahu shef zemrën, nuk shef çdo herë fjalën. Mjafton vetëm kokën që e lëvizi, dul prej dinit të Allahut azza wa jall dhe shejtani i tha, unë distancohem prej teje, nga se unë i friksohem Allahut azza wa jall. Dhe e la e mbytën në kufër. Pra e vëllezër, a e shihni se sa e rrezikshme është shikimi në haram, vetmia me një grua të huaj. Prandaj prej sfidave më të mëdha të kohës së verës është shikimi, që besimtari duhet mundohet që ta ulë në maksimum ta ruan shikimin, mos ta ekspozon veten e tij në vendet ku mund të bjen në shikim të haram e pastaj runa Zot i helmohet zemra e pastaj bjen edhe në gjunahun e madh.